Horoskopi ditor e diel 29 qershor 2025. Dashi. Sot partneri juaj do të kuptojë se mund të mbështetet fort tek ju. Megjithatë, ai do të ketë një defekt të vogël. Ju beson shumë atyre që të tjerët i thonë. Flisni me të dhe shpjegojeni se më shumë se ju nuk i do askush të mirën. Ju beqar kishit të ndëruar dashurinë e madhe. Yjet do t'ua përshpejtojnë takimin e rëndësishëm. Ekuilibri financiar do të jetë i qëndrueshëm, por duhet bëni kujdes gjithmonë me shpenzimet. Demi. Yjet do të jenë mbrojtësit tuaj më të veçantë të jetës tuaj në çift. Është momenti i duhur që ju të afroheni edhe më tepër me partnerin dhe të harroni mosmarrveshjet që keni patur kohët e fundit. Yjet do të krijojnë një klimë harmonike për beqarët dhe do t'ju bëjnë më të lehtë joshjen. Fati në planin financiar do të mundësojë një përmirësim të financave. Më në fund do të ndiheni të qetë. Binjakët. Yjet do t'ju bëjnë më shumë se kur idealist në dashuri. Do të kaloni momente pasionante me partnerin dhe ka mundësi ta ngrini atë në piedestal. Do t'jeni të gatshëm për të bërë sakrifica të mëdha. Edhe beqarët do të takojnë personin e duhur, i cili do të jetë gati të bëjë gjithçka që t'ju ketë pranë. Nuk keni kohë të prisni për të bërë një riorganizim të financave. Bëjeni sa më parë. Gaforia. Jeta juaj në çift nuk do të jetë shumë e qetë gjatë kësaj dite. Do të jenë planetet që do të influencojnë së tepërmi dhe do të rishfaqen problemet e vjetra që keni patur. Beqarët do të ndeshen me dikë që do t'ua turbullojë tërësisht jetën. Prisni pak përpara se të merrni vendime të rëndësishme. Në planin financiar duhet të dëgjoni arsye nëse doni që pasuria personale të shtohet edhe më tepër. Ju mundeni. Luani. Ju që jeni në çift duhet të keni kujdes me xhelozinë e tepruar. Posesiviteti mund t'ju prish gjithë ambientin që ishte krijuar deri më sot dhe partneri mund të zhgënjehet. Beqarët do të kenë më shumë dëshirë të flirtojnë sesa të krijojnë një lidhje serioze. Megjithatë, për disa mund të vi dikush që mund t'ju ndryshojë jetën. Financa do të përmirësohen dhe do të keni mundësi të bëni ndonjë investim. Virgjëresha. Partneri juaj do t'ju lër pak pasdore gjatë kësaj dite dhe ju nuk do ta pranoni kaq lehtë këtë. Do jeni shumë kërkues sepse nuk do t'ju pëlqejë as pak rutina e mediokritetit. Beqarët duhet të tregohen shumë të vëmendshëm. Rreth rrotull do të ketë persona interesant, por ata duhet të dinë si të përfitojnë. Do të keni mundësi të bëni transaksione financiare sepse buxheti pritet të rritet ndjeshëm. Peshorja. Fal ndikimit të madh të planetëve, jeta juaj në çift do të jetë e qëndrueshme. Gjithsesi, nëse ju prekni tema delikate, duhet të flisni me më shumë takt dhe diplomaci. Beqarët do të kenë aventura, por dashuri të mëdha nuk do të kenë. Nuk do të ndiheni shumë të plotësuar sot, por bëni durim. Yjet do t'ju mbajnë fort financat dhe nuk do të keni probleme me to. Do të merrni dhe vendime të rëndësishme. Akrepi. Do të bëni çmos gjatë kësaj dite që të kuptoni se çfarë ndjen në të vërtetë partneri juaj. Ai do të tregohet më i hapur dhe gjithçka do të shkojë për mrekulli. Shfrytëzojeni ditën. Beqarët do të jenë entuziast, por nëse nxitohen, mund të përballen me ndonjë zhgënjim. Për ata që duhet të investojnë në një biznes të caktuar, dita do të jetë e përshtatshme. Situata financiare do të jetë e mirë. Shigjetari. Kjo ditë do të jetë mjaft e përshtatshme që çiftet të dalin nga vështirësitë dhe problemet në të cilat ishin futur prej kohësh. Do të keni rastin të ndërtoni baza edhe më të forta. Edhe beqarët do të jenë shumë me fat në dashuri. Më në fund, edhe ata do të përjetojnë emocione pafund. Planetët do t'ju ndihmojnë të kryeni operacione të rëndësishme financiare. Financat pak nga pak do të rriten së tepërmi. Bricjapi. Duke qenë se jeta e çifteve do të ndikohet jashtëzakonisht shumë nga yjet, ju do të zbuloni kënaqësi të reja dhe do të kaloni momente të mrekullueshme. Beqarët mund të kenë jo vetëm takime, por edhe lidhje. Gjithsesi, ata do ta mbajnë të fshehtë dhe nuk do duan të flasin as me miq më të ngushtë. Nëse ulni shpenzimet dhe organizoni buxhetin, financat mund të përmirësohen.
Ujori. Çiftet do të fillojnë projekte të rëndësishme së bashku dhe do të kenë mundësi të afrohen më tepër me njëri tjetrin. Bëhuni më aktiv. Beqarët në ndikimin e yjeve do të kërkojnë të krijojnë një familje sa më shpejt. Do të kenë takime interesante, por njihuni mirë me personat që të mos shkënjeheni më vonë. Yjet do t'ju mbështesin në planin financiar. Situata pritet të jetë më e mirë. Peshqit. Për sa u përket çështjeve të zemrës, bashkëpunimi dhe ngrohtësia do të mbizotrojnë përgjatë gjithë ditës. Kujdes, vetëm skenat e tepruara të xhelozisë që mund t'ju sjellin mjaft probleme. Për beqarët pritet të ndodhë një takim mjaft interesant. Përgatituni për të. Mund të keni emocione të forta. Në planin financiar nuk do t'i keni ide shumë të qarta dhe mund të bëni gabime. Kujdes, dëgjojeni këshillat e familjarëve tuaj.